Banka Botërore, njësoj si Banka e Shqipërisë, parashikon një ngadalësim të rritjes ekonomike për vendin tonë. Sipas Bankës Botërore, çmimet e larta të energjisë dhe ndërprerjet e tregtisë nga situata në lindjen e mesme po ndikojnë negativisht fuqinë blerëse. Ekonomia e Shqipërisë vijon të tregojë qëndrueshmëri, por ruajtja e këtij momenti kërkon reforma të guximshme strukturore. Rruga përpara është e qartë. Për shpejtimin e reformave drejt antarësimit në BE, më shumë investime në kapitalin njerëzor dhe infrastrukturën digjitale. Mobilizimi i kapitalit privat do të nxjisë investimet, do të krijojë vende pune dhe do të përshpejtojë konvergjencën me BE-n. Në raportin për ecurinë ekonomike, Banka Botërore thekson edhe faktin se vendet e Ballkanit Perëndimor kanë kapital njerëzor të pashfrytzuar mjaftueshëm, duke përfshirë gra të rinj dhe individ të tjerë që duan të punojnë, por përballen me pengesa për të hyrë në tregun e punës. Ballkani Perëndimor ka një rezervë të madhe talenti ende të pashfrytëzuar. Gra, të rinj dhe individ që dëshirojnë të punojnë, por përballen me pengesa. Përfshirja e tyre në tregun e punës është një nga masat më efektive që mund të ndërmerren për të forcuar ekonominë. Integrimi i të gjitha grupeve në tregun e punës, shton Banka Botërore, merr veçanërisht vlerë në kushtet kur parashikimet për dekadën e ardhshme janë që të paktën 1 në 5 persona në rajon do të jetë mbi moshën 65 vjeç, ndërsa të diplomuarit po emigrojnë. Për t'i dhënë zgjidhje situatës, Banka Botërore sugjeron të gjenden alternativa tërheqëse përmes politikave të taksave për të bërë pjesë të tregut të gjithë fuqinë punëtore.